Përshëndetje, miq të dashur. Të fillojmë një kanal të ri, Diaspora Flet, sepse në kanalin tjetër që më ka bo shumë raporte, edhe ka mundësi që mundën më mbyll shpejt. Kështu që u detyrova të bëj një kanal të ri me emrin Diaspora Flet. Kështu që miq të dashur, po e kërkoj nga ju që kush ka mundësi të ma bëj follow, subscribe, që të bëj 1000 subscribe për me regjistru kanalin, që takohem për ditë, të flasim për ditë, diskutojmë për ditë dhe të analizojmë për ditë çështje politike apo çfarë do çështje qoftë. Kështu që miq të dashur, edhe ne ju përshëndes nga zemra, për gjithë ju që jeni me mu në secilin kanal që keni qenë, e këtu do jemi bashk dhe do ecim përpara. Do e kritikojmë të gjitha ata që na shojnë, na ofendojnë, që jonë kundër Albin Kurtit, pa fakte, kur është me fakte edhe vetë ju ndihmoj, kështu që tjetër s'po di që më i thonë miq. Edhe njëherë ju falenderoj shumë për subscribe, për çdo sen që jeni me mua. Edhe që e keni bërë subscribe, like, e keni shpërnda, besa, ju di shumë për faleminderit. Kështu që miq të dashur, shkolla me vitën e radhës në kanal 10 e posh për diasporën. Se a mund më manipulu diaspora, apo s'mund më manipulu diaspora? Shkojna miq. Për dallim nga ne, ata të pavarur, financiarisht dhe politikisht, shumë lehtë ndryshojnë menimin. Albin Kurti më janis nesër me këtë qeverisë, ata lehtë ndryshojnë menimin. Unë këtu plotësisht pajtona me të dashur. Do me thonë, diaspora në atë moment që Albin Kurti e ndryshon mendimin, janis me vjedh, janis me bot tregtime tokë Kosovës, ne plotësisht e ndryshojmë mendimin. E gjojmë një dikon tjetër, ose një parti tjetër, që nuk vjedh, nuk bon trathina. E kështu për i drejtojmë opozitës, opozitë për ndëgjoni që ka po thotë kë, Krenal Shala, kë ka plotësisht me drejt. Pse? Sepse diaspora as nuk shitet, as nuk blehet. Ne nuk varëm nga Kosova. E kam fjalën nga buxheti i Kosovës. Ne varëm nga buxheti i Evropës, Skandinavisë, Amerikës. Aty kush ku punon dhe jeton. Mirë po, ne nuk varëm, por ne investojmë. Masi ne investojmë në Kosovë, Kosovën tonë të dashur, ne nuk kemi çfarë pa interesu. Sepse kena investu shumë. Kështu që jo, ne nuk mundi me na thonë neve, jo po kështu, jo po na thonë, jo po kështu. Sepse ne e meritojmë shumë ma shumë se ju mendoni. Ne tash nuk po thojmë me na majt para dush, apo me na dhonë gjithë shka, si diasporë që kena ndihmu, e po ndihmojmë rregullisht. Po të paktën, drejta tona mos na heqni. Mos e mononi se me na hiq smuni, po mos e mononi me na hiq. Sidomos për shembull votimin. Opozita thotë s'ka nevojë me votu. Kur të vim ne në Kosovë, e shretën rrimën, e këpot një rrimën, s'ka rrim që që na boni, që të tekstu në atona, që Albini, jo, zotni. Qka të ndodhë me rrimi, ka fajt për të këja, le të këja. Pik, s'ka të rëzjedhe atë. E di këtë bota këta. Këtë bota edhe. Kështu që shkojmë që të ndëgjojmë. Jënë klasë mesme, jënë politikisht pavarur, financiarisht, ata nuk mushmi shantazhu, ta i kitojnë për punës, nuk ta dhu të mësë. Se më që elektorati këtu në Kosovë është i shantazhum? Ka efekt. Arben, mos është tu, mos e follerat kështë s'po di. E diti shumë mirë. E diti shumë mirë do, Arben, që shka funksionu për para. Mos e këthe muhabetin në hajgare. Shantazhum jo, po ka efekt. Jo, ma ka shti tezën punë, nuk më i pa e votu. A dhe në ki pletë që si rozë, Arben, jo ma ka dhunja, ka dhunja ozës të ndere. Krenal Shala. Që
që ka dikush në Kosovë që e voton dikon për shkak të Arbeni. tenderit të Hoxhës? Pse ja ka dhënë Hoxhës tem tenderin, unë tash do me votu dikon. Se Sarak. Do me nëzovani shtuca va blok, apo? Absolutisht. Pse i vjen që Albini që nga të dhënë tender, se viziton pas. Jo, ej, mos e bë gënjeshtar, mos e manipulo muhabetin Arben, se kam respekt për kanonin juaj. Mos e degenero muhabetin. Nuk po thot për Albin Kurtin. Në fillim ta shpjegoj, ta specifikoj. Ne as nuk shitëm, as nuk blejëm. Ne nuk paguam nga Kosova. Mos e degenero muhabetin. Po thot për opozitën. Kërkoj falje, tash analiza po del pak subjektive, po kjo më shumë Bravo. për opozitën. Po pse fitoj zotri Kurti? Ka të shpjeguar se elektorati këtu është votuar Albin Kurti, jo për të Po, Arben. Po pe voton për mi mujt ata tjerë që kanë boktohen. Diaspora nuk kanë, unë e votoj Albin Kurtin, por unë s'kam kur gjë në Kosovë. E kam fjallin punë në për politike, në për sene që mi thonë valla që ose ma dhanit të nderë, ose diqka. Jo, jaran. E diaspora janë që të s'kërëne. Po ky po ta spjegon shumë mirë, po ty po do me degeneru muhabetin. Po s'lomna. Është keq. Është keq, edhe pe kupton ti shumë mirë. Po kishte me abu ma toshit. Shumica, jo shumica absolute. I vjen që këta ku kanë të ja dhënë votën për shkak të tenderit dajës. Arsye të ndryshme partikulare që nuk lidhen me interesin e përgjithshëm. Bravo, Nuk besoj që ka qytetarë të Kosovës që e votojnë opozitën për interes të përgjithshëm. Ose në interesat financiare, ose ja ka shti dajën punë, ose tezës që ja ka dhënë tenderin, ose ja ka i natë Albin Kurtit. Çto janë arsyet pse njerëzit vazhdojnë të Qëto kënë arsyet e opozitës, o Arben. Nëse a fot këtë, se s'pëdum as në jamën, as s'pëdu se janë në thonë. Po mos e degenerë muhabetin, së ne për cilë shumë, regullisht për do ditë, kom respekt, mos e degenerë muhabetin, se s'ja vlenë. votojnë opozitën, LDK-n, PDK-n, AK-n. Jo në arsye tjetër. Besoj. Mu interesante. Zesira, kene i komer shtet. Që kjo ke arsyeja, mishë dashën, pse kjo opozit, ose votuese opozitës e votojnë. O s'kanë qare se jetutën, o ja kanë shtinë punë dikon, o e kanë shtitë votën. Se për ndryshe, nuk ka logjik sot në Kosovë me votu opozitën. Nuk ka logjik. Pse s'ka logjik? Kanë vjedh, kanë shqitë tokë të Kosovës, kanë bletë tokë të Kosovës për vete 4 ore, e kanë pru kufinin në Urtibrit, i kanë bo tonat zezat. Tonat zezat i kanë bo. Atëhere, për çka me votu opozitën, Mr. Dashër? Thjesht pyetje, konkrete, për këta që i votojnë opozitën. A din më të regu kush për çfarë arsye me votu? Që nuk po shoh logjik. Unë nuk po shoh logjik. As keni menu kur që ka fëmijë, për shtesa fëmijëve, as për nona Leona, as keni menu me rrit rrogën kur. 20 vjet e koni 130 rroga minimale, sa koni 150. 20 vjet. Është turpi i botës. E tash më që me thonë, me kesh Albin Kurtin, jo po i blejnë votat, ka i qenero, jo po bon këto, jo, Albini frim kur të merë, thunë, jo sështë, po rrasës po merë frim. Qash bindi keni marrë jo? Të keqe, s'keni marrë, se ju e dini që jo e mira, e në rrugë mira është, e dini, po ju e keni për vete. Ju e keni për me mbrojt të vetën. Amo, 7 qershor, Mr. Dashër, ja kallëzojmë venin. Jo për diçka që kemë kundër tyne. Po flasëm gjithmonë Mr. Dashër politikisht. Pa kur farë urrejtje, pa kur farë, do më thonë të keqe. Thjesht, po flasëm politikisht.
keni vjedh, keni blet tokë të Kosovës, ka 3 ori, keni shit ka 5-6 mija, keni këthy prap 7.000 shtetet prap, e keni shit qakoren, e keni bo kishat, e keni bo ato, manastirin, këtë trepin e dash me shit nuk e lava Agim Bahtiri, kufinin e Nur Tibrit, strukturat ilegale, dinarin, asë njës javë ka një këto sene. E ju tash opozit, po doni Albin Kurti kretë për 4 vjetë, pse se ka bo këto, pse se ka bo këto, këto sene nuk shkojnë kështu. Këto sene nuk shkojnë kështu. Unë i kërkoj falje, po kjo dom pak një farë analize pak më të gjatë. Miqtë të dashur, Zoti ju rujt, edhe njerë për ju thomë, kom nevojt për subscribe-a, mos harroni prek në subscribe, ju dua shumë, Zoti ju rujt, ale më mbodhët. Pozit, respekt për se cilën, natën e mirë.